Dhe aty është në një seksion ku flasim edhe për gjëra tjera që gjithë shqiptarë. Unë kam shpreh një menim që Zoja Balluku, sikur të isha unë avokati i saj, do e kisha një siguri të madhe që mund ta fitoja rastin. Mua më duket që kjo historia rreth Ballukut është pak edhe një lloj konstrukti më tepër PR se sa substancë, se sa përmbajtje. Tash aty mund të jenë dy gjëra. Gjëja e parë është që dikush aty synon të bëhet i famshëm, edhe gjëja e dytë është që edhe mund të nga pala akuzës. Nga pala akuzës, natyrisht që nga pala akuzës, të protagonizmi të prum. Edhe e dyta është që mund të jetë edhe një lloj, kush e di, tash po spekuloj, një lloj marrëveshje që hajt tash kinse po akuzojme, kinse po mbrohet, kinse po bëjmë gjyq dhe në fund asgjë askuj se silin shtëpi vet. Edhe kjo nuk është ajo që shqiptarët duan. Ti mendon që edhe mund të jetë një farsë, edhe mund të mos dënohet? Unë mendoj që fillim kam qenë shumë pro spakut këtyre manovrave gjëra, po tash kam filluar të bëm skeptik edhe kam filluar të bi në pajtim me ato teoritë tua që ti kishe në fillim mbi gjithë këtë gjë. Edhe unë kam një nohati që diçka që nuk është. Me honesti po nuk është të ti je absolutist, unë jam relativist, domethënë. Unë nuk jam mur që mos lëviz, vetëm muri nuk lëviz. Njeriu përballë gjërave që zhvillojnë. Unë jam intuitivist, ti je racionalist. Po, tash jemi dy për atë arsye të rrethi katror plotsojmë mirë. Racionali është pak e kufizuar, intuita është e pa kufizuar. Në hapësirë dhe në kohë. Te rrethi katror ne plotësojmë njëri tjetrin, sikur të ishim gjithë njëjtë, nuk do ishte interesant. Po, patjetër. Kështu që kam filluar të mendoj që nga ato teoritë tua që ti edhe mund të kesh deri diku të drejtë, që gjithë kjo është një teatër, një farsë në kurriz të shqiptarëve, në idenë që hajt kinse po bëjmë diçka, hajt dikush po deep state në veprim. Domethënë hajt dikush për dar troket, kur vjen puna askuj se cilin shtëpi vetë. Edhe shqiptarët nuk duan atë, shqiptarët duan rezultate, duan që dikush të jetë përgjegjës për gjërat që kanë kaluar. Korrupsionin ç'a mendon?